mbretëria e qejve, do me thonë, ajo mbretëria në të cili i vetmi Zot është hyj, vlera ma i madh as vet hyj që ofrohet popullin e vetë ose neve. E ai që na zbulon e themelon një mbretëri të tillë është vetë një, Jezu Krishti. Do me thënë se nuk ka mbretëria e qejve pa me kaluar nga dera që është Jezu Krishti. Jezu Krishti. Janë lidhur ngushtë. Veprimtaria e Jezu Krishti peroron në botë mes nesh mbretëria e qejve, që nuk ka diska që duke me prit për armen, po që filon sot për me qenë plotësua me armen. Është një realitet të shumë dinamike, por me të cili elemente kryesore është me pranuar Jezu Krishtin. E do me thanë se mbretëria e qejve, atëherë me një spreki, ose mbretëria e hyjtë, si thonë ungjiltarët e tjerë, është jetën e pasosur në atë leun qellor, që as toka e premtuar vërtet, që është luruar neve vetëm nëpërmjet Jezu Krishtin.